Në zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese, që dje, me njërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërprerë dhe ka pezulluar të gjitha përgatitet që lidhen me procesin zgjedhor në Bashkinë e Tiranës, dhe ndërkohë vazhdon normalisht procesi i përgatitjes së procesit zgjedhor dhe të zgjedhjeve të themi për 5 bashkit e tjera. Çdo veprim i KQZ, si çdo lloj natyre apo angazhimi tjetër, i cili lidhet me përgatitjen dhe zhvillimin e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës, është pezulluar që ditën e djeshme. Që do thot në datën 9 nëntor, është e sigurt që do të zhvillohen zgjedhjet për 5 bashkit e tjera, për ashtu Bashkinë e Tiranës, pra për Bashkinë e Vlorës, Beratit, Tepelenës, Cërrikut dhe Matit. Në momentin që gjykata kushtetuese ka pezulluar efektet për atë pjesë të dekretit të Presidentit të Republikës, është sikur ai dekret të mos ekzistojë në një lloj mënyre për atë përkohësisht, për atë pjesë për të cilën ka urdhëruar gjykata kushtetuese. Dhe do të ishim në thyrje të kushtetutës, në shkeljet kushtetutës dhe në shkeljet të kodit zgjedhor, nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të vazhdonte me procesin përgatitor të zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës.